Vazhdojmë kryen e ushtrimit. Da njerëz këtu në parkimin paralel midis mjeteve, të shikojmë se do ta kryej ushtrimin. Ky ushtrim kryhet në 3 ndalime të rrektime timonin. Duke lëvizur në pikën e parkimit, shikojmë pasqyrën e djathtë. Nga e djathta, vendos gomën e krahut djathtë në pikë parkimi, shikojmë pranë priketës. Kthe rrotat djatha si ngjanon mashinin tjetër. Këto quhen veprime në pikë parkimi. Ose ndalimi i parë. Ndalimi i dytë bëhet kur gjatë rrotullimit të mjetit shikohen pasqyrë shoferit. Nuk duhet të cënoj viza dhe piketat, pasqyrë shoferit del targa e automjetit. Ose kjo piketa, kjo. Ndalon mjetin drejtor gomës. Ndalimi i tretë, vendos gomën e pasme në vit parkimit. Ndalon mjetin, kthe rrotat majtas. Edhe këtu nuk do të cënoj viza dhe piketat. Do të ndaloj mjetin. Të fshohem pasqyra mos të cënoj piketat, vizat. Nuk i ka cënuar, shumë. Do fusim mjetin në parkim. Pastaj do drejtoj gomat. Shumë mirë e keni kryer ushtrimin.